Gjatë fluturimit, një grua nuk i liroi vendin fëmijës pranë dritares dhe videoja u bë virale. Gruaja u bë kaq virale sa që në kanalin e saj u regjistruan mbi 1 milion njerëz. Dhe tani po ju tregoj se çfarë ndodhi. Kjo grua braziliane me emrin Jennifer Castro po udhëtonte me avion, por një fëmijë kërkonte që të ulej nëse dilen afër dritares, pra ku ishte ulur Jennifer, dhe ajo nuk ja lëshoi vendin. Por fëmia i llastuar kërkonte vendin dhe nëna e tij insistoi, e megjithatë Jennifer nuk foli asnjë fjalë, veç heshti. Të gjithë pasagerët shiknin të habitur, ndërsa nëna e fëmijës regjistronte me telefon, duke e fyer me fjalë të ndryshme Jenniferin. Ç'është e vërteta që në aeroport fëmia bërtiste, ikte sa majtas djathtas dhe ëma e qortonte, por ai nuk donte t'ja dinte, në fakt e kishte prishur qetësinë e pasagerëve. Avioni u nis dhe vazhdoi fluturimin dhe ç'është e vërteta, fëmia që gjatë nisjes filloi kapriçot, për biskotat, pastaj për vendin, por Jennifer heshte, nuk foli fare, asnjë fjalë. E kështu, kur nuk i liroi vendin fëmijës, ai filloi që të qante. Në avion u krijua një atmosferë e rëndë. Pastaj, fëmia ikte vrap lart e poshtë nëpër korridorin e avionit. Disa nga pasagerët s'dinin ç'të bënin, veç shihnin njëri tjetrin dhe nuk flisnin. Por situata u bë akoma më drastike, saqë erdhi edhe styardesa. Dhe aty i thanë se fëmia kërkonte që të ulej në dritare. Styardesa shkoi tek Jenniferi dhe i kërkoi që të ulej në një vend tjetër, por Jennifer ja preu shkurt. Unë kam bler biletën këtu, në këtë vend. Ky është vendi i shënuar në bilet dhe unë do të rri këtu, kaq. E mandej Jennifer nuk foli më. Styardesa nuk dinte ç'të bënte dhe u mundua që të qetësonte më shumë nënën e fëmijës se sa fëmijën, duke i thënë se tani pothuajse mbritëm dhe udhëtimi po përfundon. E kështu më në fund mbritën. Por sa po zbritën, nëna e fëmijës publikoi videon që kishte regjistruar dhe këtë video e pa gjithë bota, sepse brenda një ore arriti 9 milion shikime. Por kjo histori nuk mbaron këtu, sepse menjëherë filluan portalet dhe folën për këtë çështje. Madje edhe disa gazeta prestigjioze, saqë brenda një dite Jennifer Castro u bë kaq e famshme saqë në profilin e saj në Instagram u regjistruan mbi 1 milion njerëz brenda një dite. Dhe e bukur është që Jennifer nuk foli asnjë fjalë. E megjithatë, te i kaluan 1,5 milion followers. Ajo nuk bëri asnjë koment, por kritikat dhe komentet negative e fundosën, sepse për ta Jennifer duhet i linte vendi fëmijës, ndonse ishte i llastuar. Por pas disa ditësh ndodhi me e keqja, sepse Jenniferin e pushuan nga puna në bankën ku punonte. E kështu Jennifer u detyrua të denonconte nënën e fëmijës për privacy, sepse ajo s'kishte asnjë të drejtë ta filmonte dhe ta publikonte fytyrën e saj në rrjet. Por prisni sepse ka surpriza të tjera. Pas një farkohe, Jennifer del në kanalin e saj dhe bën 3 publicitete me 3 kompani të ndryshme, ku secila prej tyre me sa duket e ka paguar për 1 vit punë. Por jo vetëm kaq, sepse me 1,700,000 followers merr një rrogë shumë të majme nga Instagrami, saqë në bankën ku punonte do ta ndërronte. E kështu Jennifer Castro tashmë është kthyer në influencer, diçka që nuk e priste, por me një rrogë shumë herë më shumë se sa mund ta imagjinonte. Pra jeta ka surpriza, ndonjëherë ta kthen dhe brenda një dite mund të bëhesh i pasur ose dhe i varfër. Ju si e komentoni tërë këtë histori? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.